Ka akoma lagështi në mur. Këtë sallë nuk është lëshune as uji. Vërejtjet i kemi dhonë në fillim për shkak nalësisë që duhet më qua edhe 20 cm më nalë. Ata kanë thonë realizojnë projektin edhe në rregull jemi. Në vitin 2019, saktësisht më 29 gusht, parashitet që në këtë fshat të ndërtohej një sallë e sporteve. Investimi komunës ishte në shumën 177.693 euro dhe punët parashihet të kryeshin brenda 70 ditësh. Auditori komunës kishte gjetë se në këtë sallë, në vitin 2023, salla nuk shfrytëzohej nga nxënësit, ngroja ishte jo funksionale, në sallë pikonte ujë nga kulmi, lagështia në mure kishte shkuar 1 deri në 2 metra. Dyshemeja ishte vendosur laminat si voldeti në vend të dyshemes në tuese për sport. Muret e toaleteve dhe zhveshtoreve ishin të çara dhe komuna nuk kishte aplikuar masën e sigurimit të kontratës. Sanimi këtyre problemeve u synua me një kontratë të re të vitit 2023. Jemi te salla e sporteve në shkollën Lismiri në fshatin Lismir të Fushë Kosovës. Për këtë sallë, në vitin 2019 janë dhënë mbi 177.000 euro. Prej atëherë, në bazë të informatave që na i kemi, ka pas lagështi në muret e kësaj salle. Pjesa e poshtme e kësaj salle ka qenë e shtruar me laminat dhe ka qenë si voldeti. E po ashtu ka pas edhe çamje në muret e banjove, edhe pllakat nuk kanë qenë të vendosura si duhet, e po ashtu edhe kaldoja nuk ka qenë e vendosur për me e shfrytëzu radiatorët të cilët janë vendosur këtu për ngrohje. Nëse e shohim për jashtë, i vrejna shenjat në përmure ku ka pos lagështi gati deri tek dritaret. Po shenjat të tilla, po më të vogla vrehen edhe brenda sallës. Kur e vizituam në qershor, punët nuk ishin kryer, edhe pse 40 ditë parashihet të merrnin renovimet për kontratën e nënshkruar në nëntor 2023. Në mars 2025 e kemi vizituar përsëri sallën. Ajo tani më përdoret nga nxënësit, por që probleme ka akoma dhe salla nuk është funksionale plotësisht. Pas disa muajsh jemi kthy në sallën e edukatës fizike në fshatin Lismir të Fushë Kosovës. Herën e fundit që kemi qenë këtu, akoma kanë duke u punu nga punëtorë që kanë qenë duke kryer renovimin në këtë sallë. Kjo sallë ka filluar me u ndërtu në vitin 2019 dhe ka kushtuar 177.000 euro. Në herën e parë kur është ndërtu, këtu ka pas problem se ka pikuj, ka pas mungesë të ngrohjes, muret kanë pas lagështi, edhe po ashtu dyshemeja ka qenë laminat edhe si voldeti. Tash pas renovimit na kena ardhur me pas se ç'ka gjendjen kjo sallë. Çka kemi gjetë është që në pjesën më të madhe të problemeve e vërtet që janë sanu, po ka akoma lagështi në mure, sikur në këtë vendin këtu, ndërsa në pjesën e zhveshtoreve, saktësisht të toaleteve, kemi gjetë edhe pllakat të cilat janë kriz. Kujtojmë që më 15 nëntor 2023 është nënshkruar kontrata për renovimin e kësaj salle, të sallës në Miradit të epërme dhe atë asaj në Pomozutin, e cila ka kalu vlerën prej 156.000 eurove. Këto punë është deshtë me u kry brenda 40 dite. Megjithatë, pranimi teknik i kësaj salle është bërë tek në gusht të vitit 2024, domethënë punët kanë zgjatur shumë më shumë se koha që ka qenë e parapar. Po ashtu në këtë sallë nuk është lëshune as uji, kjo për shkak se gypi i ngrohjes, e cila është vendosur në momentin që lëshohet uji fillon me pikë, e ka edhe këtë problem salla e edukatës fizike në fshatin Lismir të Fushë Kosovës. Një problematik tjetër e sallës edukatës fizike në shkollën e Lismirit janë edhe këto shtyllat në ansorët, këto të cilat nuk janë të veshura me material mbrojtës apo nuk janë të vendosura direkt në mur, po janë jashtë murit, edhe këtu në momentin që nxënësit fillojnë me zhvillu lojë, munden edhe me u lëndu. E kemi pasur që në këtë sallë pjesa më e madhe e rekuizitave mungojnë, nuk ka kosha e as golla që me mujt me i zhvillu lojrat apo orët e edukatës fizike në mënyrë më të mirë të mundshme nxënësit e kësaj shkolle.
unë ku kom marrë këtu në këtë pozicion, kom marrë fillimisht në fund të muajit gusht të këtij viti, edhe tek muajin shtator është bërë pranimi teknik i renovimit të sallës. Salla sot është e shfrytzueshme për mësimdhënësave dhe për nxënësave. Nuk posedon ato pajisje sportive, gollat, ato vijat, ato porte të cilat janë pjesë, mirë po si objekt është i përfunduar me gjithë. Me nxemje, me ujë, me zhveshtore, me gjitha ato pjesë tjera nuk kena problem, domthonë me çështjen e rreshjeve të shiut, nuk kena hyrje të shiut brenda në objekt, nuk pikë kërkon. Salla është gjendje të mirë, domthonë vetëm se çështja e vijave, gollave është një projekt i ndonë. Çka qenë gjendja para renovimit, se na tregove që është renovu salla edukatës fizike. A ka në shfrytzueshme më herët edhe që ka pas gjendje? Jo, salla e sportit nuk ka në shfrytzueshme, po flasëm për shtatorit të vitit kaluar, domthonë për këtij viti shkollor 2024-25 është e shfrytzueshme, më herët jo. Nëse më shumë konfirmua disa çështje për sallën edukatës fizike. Ka fillu spari me u ndërtu, para renovimit ka fillu me u ndërtu në vitin 2020, apo? Inderum, unë kom marrë në gusht të 2024, nuk kam asnjë dokumentacion zyrtar për fillimin dhe mbarimin e punimeve. Nuk mundesh më na fol për gjendjen para renovimit, edhe për mungesën e ngrohjes, pikjes së ujit nga kulmi, lagështisë që ka pas, po më duket edhe këpulla ka ndonë në këtë sallë. Po, kena pas disa probleme të tilla, unë më fol vetëm në këndër si mësimdhënës, i cili bashkë me një pjesë edhe të stafit komunës, të stafit së shkollës, kemi vizituar veç me pa ç'është gjendja, masi është dëmtuar shkolla edhe salla sportit për individëve. Caktuar edhe kena pa që ato ka pas një gjendje jo të përshtatshme për nxënësa, ka qenë pothuajse pamundshme me fillu punën nxënësat, me fillu aktivitetet e tyre, edhe është met deri në renovimin që ka ndodhur. Domthonë renovimi është përfunduar, salla është aktualisht e shfrytzueshme. Salla e Lismirit dhe ajo e Pomozotinit u ndërtuan nga kompania Seti Komerc. Nga kjo kompani thonë se kanë kërkuar nga komuna që sallat të ngriten për 20 cm më lart, për shkak se janë në nivelin e rrugës, por kjo kërkesë u refuzua nga komuna e Fushkosovës. Ju kom thirrë për ndërtimin e sallës së edukatës fizike në fshatin Pomozotin edhe Lismir të Fushkosovës. Këto janë ndërtu prej kompanisë t'juj, deshta më ju pyet se çysh kanë shku punimet, se e di që ato salla nuk janë lëshuar asnjëherë në përdorim, kanë pas probleme lagështi, me ngrohtore, edhe disa telashe të tjera të e përfshi edhe dyshemin. Është kryer sipas projektit, është ngritur sipas nalësisë. Vërejtjet i kemi dhonë në fillim për shkak në alësisë që duhet më qua edhe 20 cm manal. Ata kanë thonë realizone projektin edhe në rregull jemi. Masi jenë marrë procedurat, jenë marrë edhe prokuria me tonë 50 herë. I kam dhonë gjitha raportet edhe në prokuri, kështu që nuk di çka mujnë nëse në minimum atje.